Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të 7 dhe të emisionit frontal, po shihemi bashkë edhe këtë premte për t'ju njohur me informacionet e fundit të kësaj dite dhe si rëndom për zhvilluar edhe biseda në studio në lidhje me çështjet kryesore që kanë ndodhur ditëve të fundit. Sigurisht edhe sot kemi sjell para jush informacione të ndryshme, e që shumica kanë të bëjnë me politikën. Do të flasim për takimin të cilin e ka pasur sot ushtruesja e detyrës së presidentës, njëherët kryeparlamentarja e Kosovës, Albelina Agjeu, me partitë politike në lidhje me seancën konstituive që mbahet me 6 gusht. Do të flasim edhe për rrjedhën pas kuvendit e jashtëzakonshëm të LDK-s, në të cilin edhe njëherë mbijetoi si kryetar partije Lumer Abdigjiku. Do të kemi edhe informacione nga drejtësia dhe zhvillime të tjera që e kanë karakterizuar këtë ditë. Në pjesën e dytë do të flasim pikërisht për kuvendin e LDK-s, por edhe për atë çka pritet në lidhje me krijimin e institucioneve. Në studio do ta kemi shkrimtarin Azem Deleu, kurse në lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kemi analistin, opinionistin Bleram Baraleu. Gjithashtu, gjatë këtij edicioni të frontalit, do të kemi edhe lidhje direkte me Hat Miftarajn, me cilin do të flasim për peticionin që e ka nisur IKD-ja në lidhje me ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal. Të gjitha këto do t'i ndjeshni në këtë edicion, por paraprakisht do të shkojmë me titujt kryesor të kësaj magazine. Albelina Agjeu takon partitë për seancën VV me shpresa në LDK-n, këta të fundit presin ftesa. Abdigjiku mbeti kryetar për pak vota, egzaltohet grupi i tij, analistët parashojnë krizën e LDK. Përparim Rama i hapur për drejtësinë pas kallëzimit penal nga VV, këta i kërkojnë llogari në kuvendin komunal. Nis gjykimin e mungesë ndaj 21 të akuzuarve për krime luftën në Reçak për vrasjen e 42 civilëve. Këta ishin titujt kryesor, ndërkohë ne informimin tuaj sot e nisim pikërisht me takimin e paralajmëruar ditë më herët të thirrur nga Albelina Agjeu, ku i ka takuar përfaqësuesit e partive politike, takim ky përgatitor për seancën konstituive që mbohet javën tjetër, konkretisht me 6 gusht. Në takimin e thirrur erdhën me kohë. Këtë premte, ushtruesja e detyrës së presidentës Albelina Agjeu priti përfaqësuesit e partive politike për të diskutuar rreth përgatitjeve të seancës konstituive të 6 gushtit. Pas takimit, Niko Qirja foli për mundësinë e takimeve që do të mund t'i jepnin zgjidhje ngërçet. Lajmi i mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet, sepse siç e dini, ato janë pezulluar deri në sqarim të situatës brenda LDK-s. Sigurisht që nuk është në mandatin tim as në përgjithësitë e mia, sidomos jo në cilësinë që jam që të flas për atë çështje, por është shumë e rëndësishme që takimet të vazhdojnë, pra ato të thirren dhe të mbahen. Zgjidhja e problemeve të LDK-s duket se jep shpresë edhe vetëvendosjes. Ndërkohë që dje pas rikonfirmimit të zgjedhjes së tij si, domethënë gjithsesi vazhdimit të punës së tij si kryetari i LDK-s, ai deklaroi që ka marrë edhe autorizimin nga kuvendi që të vazhdojë me bisedimet me kryeministrin Kurti. Ne natyrisht se mirëpresim këtë. Por nga LDK thonë se ende nuk kanë ftesë për takim. Sapo të kemi një takim edhe të kemi dialog edhe marrëveshje, do t'u bëjmë nëse do të ketë marrëveshje të tillë. Në anën tjetër, PDK nuk i ka ndryshuar qëndrimet. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po atë është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella. E për aleancën, shqetësuese mbetet vazhdimësia e ngërçit. Është plotësisht e pakuptueshme për ne. Qysh ka mundësi për 4 muaj ditë sa kemi ndajtë në kuvend. Gishti është adresu opozitës për mos konstituim të institucioneve. Ndërsa rezultatet zgjedhore në konstituu tashe 4 javë dhe ende nuk ka konstituim. Derisa seanca mbahet më 6 gusht, paraprakisht regjistrimi i deputetëve do të bëhet nga 3 deri më 5 gusht.
Me konfirmimin e Abdi Gjikut si kryetar partije edhe për pjesën tjetër të mandatit, është hapur tani mundësia që kjo parti t'i vazhdoj negociatat për formimin e institucioneve me vetëvendosjen. Megjithatë, kjo fiture e Abdi Gjikut, që nga shumë palë po konsiderohet si fiture e Pirës, parashije që të sjellë krizë në partinë më të vjetër në vend. Ka buar këtë kuvend sepse vjen në mënyrë të njëanshme, vjen në një kohë të ndjeshme për vendin. Kështu e konsideroi konventin e jashtëzakonshme të DDK-s. Pas numërimit të votave të delegatëve, duket se ashtu edhe doli. 170 vota qenë kundër e 152 pro shkarkimit të tij. Pas rizgjidhjes, delegatëve u tha se u konfirmua prap drejtimi i DDK-s e fokus tash ka stabilitetin institucional. Ndërsa kundërshtarëve partijak u ktheu përgjigje të ashpër edhe pas përfundimit të kuvendit. Për çështje të tjera, unë besoj që çdo kush që është përfshirë me bindje të drejta për procesin e shkarkimit mund ta kuptoj. Por për asaj që kam parë publikisht dhe përgjimet e publike, nëse mekanizmat shtetëror janë përdorur për të rrazuar lidhjen demokratike të Kosovës edhe për këtë përgjegjësi dhe përgjegjësi të madhe për këtë drejtim. Mendoj që kanë gabuar gjithë ata që janë përfshirë këtë drejtim. Nëse zoti Rama është përfshirë këtë drejtim, ka gabuar rënd. Dhe ata sjellin dhe besoj të mëdha. Por ani pse mori shumicën e votave, paknacit e delegatëve vazhdojnë. Shkumbin Adio dha dorëheqje nga pozita e kryetarit të DDK-s në gadimet të Olët, si dhe nga pozita e antarit të kryesisë së kësaj partie në Lipjan. Për këtë nuk që e informuar Jehona Ljushaku Sadrio, antare e kryesisë së DDK-s. Jo, tani dorëheqje eventuale të ndonjë në ndege, kryetari në ndege mund të ketë, por kjo është krejt vendimi individuali secilit, nuk kemi vërejtur asnjë fenomen që është i pranishëm tani në parti. Por a do të ketë realisht unitet në këtë parti mbi 30 vjeçare? Në këtë drejtim do thotë ka pak shpresa që LDK-ja do thotë do të jetë një forcë unike që nuk do të vazhdojë të gjeneroj kontradikta dhe antagonizma të brendshme politike dhe që kjo do t'i hakmerrë do thotë edhe në negociat. Analistët thonë se DDK zorse do të mund t'i asigurojë gjitha votat vetëvendosjes në rast të ndonjë marrëveshjeje. Me Abdi Gjikun kryetar do të ketë marrëveshje. Por deputetët që i ka lidhje demokratike, ata të pakënaqur në kuvendin e Kosovës, unë mendoj që edhe marrëveshja e nënshkruar nga zoti Abdi Gjiku për të bashkëqeverisur dhe për të zgjedhur njërin nga 3 pozitat në emër të LDK-s, mendoj që është shumë vështirë me pas një bashkëpunim të tillë. Lidhja Demokratike e Kosovës kanë deklaruar se prap mund t'i fillojnë takimet për marrëveshje politike pas pezullimit të përkohshëm shkak thirrja për shkarkimin e Lumir Abdi Gjikut. Lumir Abdi Gjiku që shkarkimit i shpëtoi veç për 18 vota. Ka reaguar edhe njëherë pas mbajtjes së konventit së jashtëzakonshme të LDK-s. Abdi Gjiku përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook ka shkruar se kuvendi ishte i panevojshëm, i dëmshëm e i ngutshëm. Kjo periudhë na sprovoi, por sprovat nuk duhet të na ndryshojnë vlerat. LDK-ja është ndërtuar mbi kulturën e dialogut, të maturisë dhe të respektit për mendimin ndryshe. Pikërisht këto vlera duhet të na udhëheqin edhe tani. Prandaj sot kam vetëm mirënjohje. Mirënjohje për ata që na besuan, po as mirënjohje edhe për ata që menduan ndryshe. Demokracia nuk kërkon njerëzshmëri, ajo kërkon respekt. Tani më ndihmoni të gjithë të bashkojmë këtë shtëpi dhe nga këtu të bashkojmë dhe gjithë Kosovën, ka shkruar ai. Abdi Gjiku sot u shfaq paksa me i but, por mbrëm përmendi pak a shumë edhe përparim Ramën, kryetarin e Prishtinës, i cili sot s'u mor me Abdi Gjikun, por u mor me lëvizjen vetëvendosje, e cila ka dorëzuar një kazim penal ndaj tij. Ndaj kësaj ka reaguar sot Rama, i cili tha se dyert e kryeqytetit janë të hapura për organet e drejtësisë dhe tha se do të bashkëpunojnë. Por Rama pati edhe një porosi për partinë në pushtet dhe kreun e saj Albin Kurtin.
Mirëmëngjesi, e para po më vjen mirë që më në fund po i drejtoheni prokurorisë. Është lajm i mirë. Tash udhëzojeni edhe kryeministrin të përgjigjet prokurorisë, sepse ka më shumë se 2 vjet që nuk i përgjigjet ftesës për intervistim, ka shkruar Rama. Ai shtoi se si gjithmonë garanton bashkëpunim. E dyta, dyert e kryeqytetit kanë qenë dhe mbeten të hapura për organet e drejtësisë, garantojnë bashkëpunim të plotë, transparent dhe institucional për çdo kërkesë të prokurorisë, si gjithmonë pa diskutim, ka shkruar ndër të tjera përparim Rama, kryetar i Prishtinës. E pikërisht për këtë kallëzim penal, përparim Ramës dhe kabinetit e tij, ju kërkua përgjigje në seancën e mbajtur të kuvendit komunal, kundër të tjera pati edhe shumë akuza, kurse pjesa më e madhe e udhëheqjes komunale të Prishtinës nuk mori pjesë në këtë seancë. Të njëjtën grupi asamblezëve të vetëvendosjes dorëzoi kallëzim penal në prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës ndaj kryetarit të komunës së Prishtinës përparim Rama dhe zyrtarëve të kabinetit të tij, ndërsa të premtën u paraqitën në mbledhjen e kuvendit komunal të Prishtinës. Në këtë seancë u diskutua për 5 pika të rendit të ditës. Pikërisht për këtë kallëzim penal foli asamblisti Gzim Sfeshla, i cili tha se pret një reagim nga kryetari i Prishtinës. Fyes edhe për një numër të madh të kolegeve, zyrtarëve komunës Prishtinës. Prandaj vlerësojmë se është shumë e rëndësishme një adresim i kryetarit kryeqytetit, për shkak se ai është protagonisti kryesor që përflitet në këto biseda, mënyrë që të sqarohet mirë kjo çështje. Ndërkaq për këto akuza nuk u deklarua askush nga pushteti në Prishtinë. Brahim Mehmetaj, drejtori i prunës në komunën e Prishtinës, kërkoi që pika për komisionin vlerësues dhe komisionin e ankesave të tërhiqet për arsye teknike. Pikat e rendit të ditës që janë propozuar për themelimin e komisioneve, komisionit vlerësues dhe komisionit të ankesave të tërhiqen, me arsyetim që disa çështje teknike duhet të rregullojnë prapë. Në rendin e ditës u shtuan edhe disa pika të propozuara nga asamblestët e kuvendit. Për raportin financiar të periudhës në prill 30 qershor, fjalën e mori drejtoresha financave Valbuna Makolli, e cila prezantoi të njëjtin. Sot paraqes raportin 3 mujor për periudhën e 2 prill qershor 2026, i përgatitur në bazë të ligjit të menaxhimit të financa publike dhe përgjegjësive, konkretisht në 45 dhe pika 2, 4 dhe 46.1. Raporti Edhe këto Sfeshla kishte edhe një pyetje lidhur me mungesën e kryetarit të Prishtinës. Unë kam një pyetje, a dihet ku është kryetari? A dihet në sen për fatin e tij, sepse po flasim për raportin financiar të komunës Prishtinës që ai drejton. Unë di që është i marrë peng politikisht, po kështu fizikisht po them është mirë. Ndërkohë pika për propozim vendimi për transformimin e mjeteve u miratua me 40 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim. Pas këtij votimi, rradha ishte për pyetjet e asamblestëve. Nga aty asamblestët përsollën shqetësimet e qytetarëve, drejtorëve komunal. Shumica e ankesave kishin të bënin me rregullimin e rrugëve, mungesën e ujit në disa zona dhe problemet me parqet në kryeqytet. Megjithatë, këto pyetje mbetën pa përgjigje, pasi pothuajse shumica e drejtorëve mungonin në seancë. Në fund u paraqit edhe një kërkesë që kishte të bënte me jetën e natës, ku kërkua kufizimi i orarit të lokaleve. Kalojmë tani në informacionet të tjera, më saktësisht tek një takim që ka pasur sot organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, e cila ka pritur përfaqësues apo zyrtar të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ku janë diskutuar temat dhe preokupimet kryesore të veteranëve. Sot zhvilluam një takim pune me zyrtar të ambasadës së SBA-s në Kosovë, ku diskutuam për temat dhe preokupimet kryesore të veteranëve tanë. Në këtë takim theksuam rëndësinë e jashtëzakonshme që ka miqësia e përhershme dhe partneriteti ynë me partnerin tonë më të madh dhe të pazëvendësueshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet në njoftimin e OVL UÇK-s.
Nga Prishtina kalojmë në Prizren, atje ku në qendër të këtij qyteti, në sheshin Shadërvan, 10 qytetarë u ndalen për të informuar dhe për ta mbështetur nismën legislative qytetare të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Përfaqësuesit e IKD-s u shpjeguan qytetarëve për mbajtjen e propozimeve, ndërsa shumë prej tyre vendosen të mbështesin nismën duke e nënshkruar. Mbështetje kësaj nisme i dha edhe kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili mori pjesë në aktivitet dhe nënshkroi në favor të saj. Aktiviteti për mbledhjen e nënshkrimeve u zhvillua nga ora 10 deri në ora 15, ndërsa organizatorët kanë bërë thirrje që sa më shumë qytetarë ta mbështesin këtë iniciativë, e cila synon forcimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e përgjegjësisë së institucioneve. Pikërisht në lidhje me këtë nismë dhe në lidhje me peticionin që po mbohet dhe është vendosur në disa qytete, do ta kemi në lidhje telefonike Ehat Miftarajn, drejtorin ekzekutiv të Institutit të Kosovës për Drejtësi, për të informuar më shumë për rrjedhën e këtij peticioni dhe nënshkrimet që po mbledhen. Zoti Miftarajn, nëse po më dëgjon, po ta kaloj lidhjen duke ju pyetur se si eci peticioni gjatë kësaj dite. Përshëndetje shpëtran për ju dhe shikuesit tuaj, ju faleminderit për hapësirën. Është dita e dytë, do të thotë dje dhe sot kemi qëndruar në Prizren, ku kemi tuar qytetarët e këtij qyteti për të bashkangjitur iniciativës së Institutit të Kosovës për Drejtësi lidhur me peticionin për kriminalizimin e mos ekzekutimit apo mos zbatimit të veprave, mos zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Një fushë e cila bazë të gjetjeve tona kohëve të fundit të thotë është bërë problematike kur kemi parë që shumë vendime të gjykatës kushtetuese ku janë prek interesat qoftë qytetarët të Kosovës, qoftë interesat që kanë të bëjnë me konstruimin e institucioneve, do thotë janë bërë sistemi problematike me moszbatim. Pika e dytë ka të bëjë po është një çështje e cila prek themelët besoj të qeverisë së mirë, sundimit të ligjit dhe demokracisë. Ne kemi parë që jo vetëm në këtë qeverisë, jo vetëm në 5 vitet të fundit, po në gjitha legislatura kemi parë kur qeveritë të kanë qenë në detyrë, e kanë përdorur sistemi autoritetin, kompetencat e tyre, duke shpërndar ndihma sociale për kategoritë të caktuara, do të thotë ad hoc, me qëllim që në një mënyrë kështu të blihet vullneti qytetar gjatë kohës së fushatës parazgjedhore. Ne janë vetëm në zgjedhjet e vitit e kaluar, në vërtet në të shkurtit dhe të dhëtur të vitit kaluar, qeveria Kurti kishte shpenzuar mbi 400 milion euro të cilat nuk ishin të parapara në ligjin për buxhet, por me vendimeve ad hoc ishin shpërndar kategorive të caktuara dhe ashtu në zgjedhjet e fundit të qershorit mbi 200 milion euro të tilla ishin shpërndar. Kjo padyshim që në mënyrë e të ngarën e barabartë me çdo partive politike për të qenë të barabartë në ditën e votimit, kështu që kjo iniciativë në mënyrë bën përpjekje mi adresu këto fusha, në mënyrë që në radhë parë të promovohet sundimi i ligjit, qeverisja e mirë, e në anën tjetër të ruhet demokracia dhe në mënyrë mos të keq përdoret pushteti për qëllime partijake. Zoti Miftaraj, pa dyshim, pa më të voglin dyshim, kjo iniciativë është jashtëzakonisht e qelluar dhe siç po duket të paktën nga ajo çfarë ju publikoni, edhe përkraja për të po është mjaft e madhe. Sa nënshkrime janë mbledhur deri më tani? Ju keni thënë që 10.000 duhen për ta drejtuar apo adresuar si iniciativë, si peticion, por keni shprehë synime që të ketë më shumë nënshkrime. Si është gjendja me numrin, me shifra deri tani? Do të thotë deri më tani për informim të qytetarëve kemi qenë kryesisht 2 ditë në Prishtinë, 2 ditë në Gjakov, 2 ditë në Prizren. Deri më tani në s'ka bëj janë më shumë se 2.000 nënshkrime të mbledhura. Ne do të jemi në qytetet e tjera të Kosovës, ku përmes rrjeteve sociale të informojmë qytetarët me kohë. Është vërtet që në bazë të ligjit peticionet për të qenë iniciativat legislative dhe suksesshme nevojitën së paku 10.000 nënshkrime të qytetarëve. Ne aspirojmë që të kemi së paku 12.000, 13.000, në mënyrë që kur kjo
ky peticion do të këto nëshkimet e mbledhen, ti drejtohemi këtë rast kryetarit të kuvendit, kryesisë së kuvendit, e cilët pastaj këto nëshkimet duhet i dërgojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ne e dim që kur mbledh 2-13 nënshkrime që ka qytetarë të cilët mund të bëjnë gabime me numër personal apo me vendlindje ku dijon, kështu që mënyrë të kemi në sistemin të sigurt, do të mbledhemi së paku 2000 nënshkrime më shumë, mënyrë që pas verifikimit të nënshkrimeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të konfirmohet kjo iniciativë, në mënyrë që pastaj Kuvendi i Kosovës të vazhdojë me procedurat e tjera të hartimit të ligjit dhe dërgimit të tij në seancë për votim. Si shtoftova edhe më herët, sot kjo nismë apo ky peticion nënshkruar nga Shaqir Totaj, që është kryetar i Prizrenit, njerit përfaqësues si njerëz prej partive më të mëdha në vend, apo merr nisma për kraja edhe prej partive politike, përfaqësuesve të partive të tjera, jo vetëm kryetar komunash apo të nivelit lokal, po edhe të nivelit qendror. Mund të them që pothuajse gjitha partitë politike së paku publikisht janë duke përkrahur këtë iniciativë, njëjtë ishte edhe në Gjakov, kryetari i Gjakovës zoti Gjini në nënshkruajti peticionin, po ashtu nga LDK, po edhe nga VV zyrtarët ose personat të cilët në mënyrë janë duke përkrahur këtë iniciativë. Kjo iniciativë besoj që duhet të përkrahet këtë gjë, sepse Eneta nuk aspiron të jetë kundër askujt, por Eneta ka qëllim primar një mënyrë do të thotë të ruaj disa shtylla të demokracisë, shtylla të sistemit të shoqërie demokratike. Ajo është pa pikë dyshimi do të thotë sundimi i ligjit, është qeverisja e mirë, mënyrë që do të thotë çështjet e cilat janë pjesë këto iniciative me miratimin e ligjit të ri ta bëjnë sistemi qeverisjen edhe më të mirë dhe mos tipet mundësi për keq përdorime çat fushatës ose mos jemi sistemin e shtat ku gjykimet e gjykatës kushtetuese të mos zbatohen në praktikë. Ne çat analizat që do ta bëjmë dhe do ta publikojmë do të gjatë muajit shtator, do ta shohim që fatkeqësisht është numri shumë i vogël i shteteve të cilat e kanë dekriminalizuar për shembull mos zbatimin e vendimeve gjyqësore, sepse shtete demokratike, shtete që kanë kulturë të lartë ose më të gjatë të shtetbërjes, e kuptojnë që gjykimet apo vendimet e gjykatës kushtetuese zbatohen në mirëbesim, pa pasur nevojë për një mekanizëm sankcionues ose pa pasur nevojë për ndjekje penale nga ana e prokurorit të shtetit. Si të qoftë në shtete si Kosova, ku ende jemi sistemi në shtet ndërtim fatkeqësisht, ku partitë politike ose ato partitë që janë në pushtet e keq kuptojnë pushtetin dhe mendojnë se kur të janë në pushtet nuk ka nevojë të zbatojnë gjykimet e gjykatës kushtetuese ose në mënyrë të kenë respekt për shtyllat e tjera të pushtetit, vinin stat ku i neglizhojnë dhe nuk i zbatojnë të njëjtat. Kështu që në një stat të tillë Kosova mbase duhet të bashkohet atij numri të vogël të shteteve, të cilat duhet ta kriminalizojnë mosbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese në mënyrë që kushdo që është në pushtet, kushdo që ka një pozitë në institucione publike dhe nuk e zbaton këtë gjykim, pastaj të përballet me pasoja juridike që mund të jenë ndjekje penale nga ana e prokurorit të shtetit. Zoti Miftaraj, unë ju falenderoj shumë për lidhjen, gjithashtu ju përgëzoj për iniciativën dhe ju uroj sukses në punën me teme. Shumë faleminderit. Ndërkohë një shikues të nderuar, vazhdojmë edicionin edhe me një çështje që ka të bëjë me drejtsinë, konkretisht për një nga krimet më të mëdha të luftës së fundit, një nga krimet më të tmerrshme të kësaj lufte, e që është masakra e Reqakut. Gjyqi për këtë masakër ndaj 21 të akuzuarve do të vazhdoj edhe pse ata nuk janë lokalizuar, por ky gjyq do të vazhdoj në mungesë për të zbardhur drejtësia për vrasjen e 41 civilëve në këtë masakër. Mungua në sallë dhe vendodhja tyre nuk dihet. Megjithatë, për 21 të akuzuarit për krimin në Reqak të shtimës, gjykata ka vendosur që gjykimi tyre të vazhdoj. Përkundër përpjekjeve të gjykatës, ata nuk arritën të lokalizojnë të akuzuarit. Ndërsa gjyqtarja Violeta Namani Hajra dha një akt vendim, me të cilin vendosi që gjykimi të mbahet në mungesë ndaj të akuzuarve. Qenë se nuk prezentojnë të pandjurit e lartësikur, pošto nisu prisutni gore navedeni okrivljeni, morë parasysh se kemi të bëjmë vepra penale, krime lufte. Uzimajući u obzir da se radi o krivičnom delu ratnih zločina. Organi 104 i Kodit penal të Republikës së Kosovës. Određen članom 109 krivičnog zakonika Republike Kosovo. Erdhëm në përfundim se gjykimin e mungesë. Došli smo do zaključka da
krivični postupak koji će se voditi u odsustvu. Ndërkaq prokurori special Ilir Morina tha se pas ngritjes së akt akuzës janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara me ligj. Në rastin konkret, U konkretnom slučaju, prokuroria ka plotësuar të gjitha këto kushte tužilaštvo je ispunilo sve ove uslove për ngritjen e akt akuzës me mungesë. za podizanje optužnice u odsustvu. Të kemi të qartë për Da smo jasni kolegët dhe për publikun më shumë. za kolege i za javnost. Ai gjithashtu tha se të akuzuarit ngarkohen se kanë kryer vrasje, trajtim çnjerëzor dhe shkatrim të pasurisë civile gjatë operacionit në Reçak më 15 janar 1999. Me datë 15 janar 1999, Dana 15. januara 1999. godine në fshatin Reçak, komuna Shtimës, u selu Rečak, opština Štimlje, të panderit e lartë sekur në cilësinë e pjesëtarëve të forca policore dhe ushtarake serbe, gore navedeni okrivljeni u svojstvu pripadnika srpskih policijskih i vojnih snaga, me dashje dhe me bashkëhyrje, namerno i u sa morën izvršavanjem pjesë dhe kontribuan në vrasjen e 42 civilëve të fshatit Reçak. 21 të akuzuarit dyshohen për kryerjen e masakrës së Reçakut, ku me 15 janar 1999 u vranë 42 civil shqiptar. Besim të gjykata themelore në Prishtinë, por tani flasim për një akt gjykim dënues ndaj 4 personave që janë gjykuar në lidhje me rastin e njohur si Toka 2. Bëhet fjalë për Mehmet Prishtinën, Dugaxhin Emërllahun, Avni Maxhunin dhe Nexharia Hutin. Të akuzuarit janë dënuar me gjysej 32 vjet burgim dhe 230.000 euro gjoba për veprën penale krimi organizuar. Akt gjykimi është shpallur nga trupi gjykues në përbërje të Vesel Ismailit, kryetari i trupit gjykues, si dhe gjyqtarëve Kushtrim Shyti e Rahman Beshiri. Mehmet Prishtina është dënuar me 10 vjet burgim dhe 100.000 euro gjobë për veprën penale krimi organizuar. Dugaxhin Emërllahu dhe Nexharia Huti janë dënuar me nga 8 vjet burgim për të njëjtën vepër. Emërllahu është dënuar edhe me 80.000 euro gjobë, ndërsa Huti me 20.000 euro gjobë. Ndërkaq, Avni Maxhuni është dënuar me 6 vjet burgim dhe 30.000 euro gjobë. Gjykata i ka liruar të akuzuarit nga akuza për veprën penale shpërlarje e parave. Kthehemi në studio tani për ta zhvilluar bisedën të cilën e paralajmërova në hyrje të këtij frontali dhe e cila ka të bëjë me konventin e djeshme, konventin e jashtëzakonshëm të LDK-s, ku edhe një herë votbesimit i shpëtoi Lumer Abdigjiku, por vetëm me 18 vota diferencë për shkak se 170 persona apo delegat në këtë kuvend të LDK-s votuan kundër shkarkimit të tij dhe 152 të tjerë votuan që ai të shkarkuat. Kujtojmë që ky votbesim ishte i dyti pas atij të janarit ku Lumer Abdigjiku gjithashtu me një rezultat të ngushtë, po jo as të ngushtë sa në këtë fundit, i shpëtoi shkarkimit apo dorëheqjes të cilën ja kishte paraqitur delegatëve në kuvendin e LDK-s. Për shumë kënd kjo fiture e Abdigjikut po konsiderohet një fiture e Peros, e në anën tjetër të shumë janë ata të cilët parashohin krizë në këtë parti, e cila tash duket që së paku i ka 2 grupe antagoniste njëra me tjetrën. Unë këto çështje të diskutoj në studio e kam ftuar në një rol jo fort të zakonshëm Azem Deleun, shkrimtarin Azem Deleun, i cili e ka komentuar pak a shumë zhvillimin e djeshëm. Mirë se vjen Azem. Mirë se u gjej, faleminderit. Ndërkohë në lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam edhe Bleron Baraleun, analist dhe opinionist, i cili është mjaft aktiv për çështjet e shumta politike që ndodhin në vendin tonë. Besoj që edhe Baraleu po më dëgjon nga përtej Atlantikut. Përshëndetje Shkodran, po ju dëgjoj mirë. Atëherë, zoti Baraleu, e kisha filluar me ty edhe me Aminin e Azemit në studio. Për shkak se edhe je mërgjimtar, edhe je larg, po edhe je goxha pasionant kur flitet për çështjet e partive në Kosovë. Si e pe rezultatin e djeshëm apo
të gjitha punimet në konventin e jashtëzakonshme të LDK-s. A ishte i pritur për ty ky rezultat dhe çka thot? Të them të drejtën, nuk e di çka mendon ai ishte i pritur. Kam menduar dhe besuar që rezultati do të jetë i ngushtë. Domethënë, nuk kam pasur pritshmëri në njërin anën se tjetrën. Çka do të thotë ndoshta është më e rëndësishme se sa çka kam pritur. Kjo do të thotë që Lumer Abdixhiku si një humserik i zgjedhjeve ka vendosur që ta marrë, le të themi, LDK-n bashkë me veten në fundosjen e tij politike. Pra, si një kapiten e një anije që shkon drejt fundosjes dhe refuzon që t'ja lë dikujt tjetër që ndoshta t'jap një gjas për ta shpëtuar atë. Unë mendoj që nëse shikojmë trendin e LDK-s, pas ardhjes së zotit Abdixhiku kishte një farë lloj freskie dhe shprese, rezultati dobët në zgjedhjet e para të shkurtit 2025, apo jo? Ishte, le të themi, entuziazmi maksimal i mundshëm për zotin Abdixhiku dhe rezultati ishte i zbet. Pastaj e pam në dhjetor që anemia për të si lider i LDK-s e solli në buzë të greminës totale LDK. Dhe në zgjedhjet e qershorit, megjithse Abdixhiku tentoi, le të themi, edhe një herë të krijonte një nxitje të re të entuziazmit përmes bashkëdyzimit me Vjosa Osmanin, rezultati ishte, le të themi, edhe më i zbetshëm e parë, sepse nëse nuk i ka bëj shifrat, ka qenë 13.5 në dhjetor dhe 16.7 në qershor, që i bie që efekti i Vjosa ishte shumë i dobët. Prandaj, shiko, unë nuk jam antari Lidhjes Demokratike të Kosovës, as një partije tjetër, mirë nga perspektiva jashtme, mund të thënë që LDK-ja dhe Lumer Abdixhiku nëse vërtet dëshironin një të ardhme progresive për Lidhjen Demokratike të Kosovës, nuk ka dyshim që duhet gjetur një kompromis përmes së cilit leadershipi i LDK-s ndryshon. Unë mendoj në minimum Lumer Abdixhiku do të jepte ndërheqje, ose në maksimum do të bëjë një farë lloj kompromisi mes dy kampeve. Kështu, siç po shkojnë gjërat, nëse kemi zgjedhje të reja, besoj që LDK tani seriozisht të rrezikon probën. Prandaj mendoj që Abdixhiku do të bëjë gjithçka që është e mundur që të qëndrojë në pushtet. Domethënë, zoti Kurti dhe lëvizja të vendosit tani janë në ka një levë të madh ndaj LDK-s dhe sidomos ndaj zotit Abdixhiku, sepse nuk besoj që ka guxim më brenda Lidhjes Demokratike që shkohet në zgjedhje të reja. Faleminderit Baralev, do t'ju lidhim prap, besoj e keni kohën për qëndru këtu, ndërkohë ka le fjalën të Azemi, i cili besoj i ndan pak a shumë të njëjtat bindje, po më duket ndonë se parashikimet ju. Për parashikimet nuk e di dhe unë nuk jam në parim, nuk jam natyre parashikimeve. Bleroni është shumë ma... është shumë ma profesionist dhe përveç kësaj ka një aradhë të tërë parashikimesh të sakta. Unë e kam përcjell vazhdimisht dhe përshëndes, po është hera e parë që na bjen me qenë në studio bashk. Natyrisht i ka pas edhe disa parashikime të pasakta, po ato bëhen shumë më të njohura nga që bëhet zhurmë për to, e kur i ketë sakta njerëzit nuk i përmendin dhe si promovojnë atë sa duhet edhe luajnë rol pastaj edhe në identitetin e secilës figur publike, po në parim unë kam shumë respekt për Bleronin edhe jam shumë i kënaqur që po e ndajmë studion sot. Që të lidhem te çështja, unë besoj që dje lëvizja vetëvendosje e ka korrur një fitore dhe kjo fitore ka ndodhur brenda LDK-s. Pse po them kështu? Spari duhet të adresoj një çështje që e kemi dëgjuar shumë shpesh nga njerëzit e afërt të kryetarit Abdixhiku, të cilët në vazhdimsi flisnin se kush ka e kush nuk ka të drejtë të flasë për LDK-n, pse po flasin për LDK-n ata që janë ose antarë ose simpatizantë të partive tjera ose që nuk janë votues të LDK-s.
më duhet të them që kjo është një prej argumenteve më nonsens që kam dëgjuar në historinë e Kosovës edhe në historinë e debatit publik për aq sa e përcjell, tani po bëhen vite. Sepse për të gjitha partitë që janë nacionale e publike, kemi të drejtë të japim mendim të gjithë. Të gjithë duhet flasim për vetëvendosjen, pavarësisht jemi votues të saj apo jo, të gjithë duhet flasim për PDK-n, jemi votues të saj apo jo. Po megjithatë jo me ja imponu veprimet. Kush ja imponon veprimet? Ata e mbajtën kryetarin. Kuptimin që me i thonë ti nuk duhet me shku në koalicion me vetëvendosjen, ti duhet me ndru kryetarin. Po njerëzit japin mendimet, njerëzit japin mendimet e tyre për çështjet politike. Ne nuk mund t'i imponojmë asgjë as Albin Kurtit, po vazhdimisht i kundërshtojmë vendimet e tij, apo jo? Po, pa, kjo është sensi logjik i debatit publik. Është sensi logjik. Unë pastaj kam arodha të tona kundërshtime për Bedri Hamzën, do thotë që po i imponoj diçka. Mendoj që edhe PDK-ja do t'i kishte 100 herë më mirë punë me një tjetër kryetar. Apo ja imponoj? Jo, po është mendimi im dhe s'mund ma ndal askush. Po, jo, është drejt kjo që thani, po megjithatë ata kryetar janë aty për shkak të vullnetit të një antarësie, qoftë edhe Hamza, qoftë edhe Kurti, krejt e qartë, dhe unë nuk e derisa jemi pjesë e asaj antarësie, duket pak sikur imponim ku kërkojmë me dhe mos me ndru leadershipin partia e caktuar. Po, por nëse ne thirremi për të dhënë opinione, ato do t'i japim. Pra unë s'mund të marr opinion të antarësisë LDK-s dhe ta jap këtu sepse s'jam antar. Do t'jap opinionet e mia, apo jo? Kjo është çështja. Sa i përket asaj që ka ndodhur dje në kuvendin e LDK-s, unë besoj që ajo është një vendim orientues për lidhjen demokratike të Kosovës. Besoj që lidhja demokratike e Kosovës ka vendosur dje që sintagmën, rrëfimin për atë që ka ndodhur në qeverisjet 20 vjeçare të vendit, ta marrë nga lëvizja vetëvendosje, ta përpisit të tillë, edhe të përpisit të garoj me të njëjtin rrëfim me atë që garon Albin Kurti. E thot një sen fillim, për cilin du m'ju pyet edhe juve, edhe zotim Baraleu, e thot paksa me ironi, por nuk jeni vetmi që e thoni që vetëvendosja korri fitore brenda LDK-s. Pse po ekziston përshtypja që sikur në LDK janë dy grupe, njëri me japërt me PDK-n, tjetri me VV-n, por e dim që dhe ata që portretizohen si tapërt me PDK-n, le temi këta të paknaqërit, Gazmen Mualgjeri, Imre Ameti, Abdullah Huti, aso ata s'kanë parapërsie me PDK-n, kanë qenë vazhdimisht në skenë polarizum me PDK-n. A ekziston që ndarje në menë? Që tjetë e qartë, është e qartë që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës janë parti kundërshtare. Dhe janë historikisht kundërshtare, apo jo? Prandaj, mua më duket sikur këto kanë qenë më tepër karta shantazhi në mënyrë që të mos sfidojnë figurat caktuara brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Ndërkaq sa i përket kryesisë, ajo është e qartë sepse diskutimet për koalicion veç se filluan, apo jo? Ato u ndërprejnë nga ky mocion dhe tani do të rifillojnë, pra është e qartë ka do të qoj Abdi Gjiku partin, apo jo? Plus ishte e qartë dhe pas në shkurtit që a ingull të këm që të mos shkonte as me pushtetin, as me opozitin. Qështja është orientimore. Unë është bindja ime, e ndoshta e kam gabim, e shpresoj që e kam gabim, po s'besoj që e kam. Unë mendoj që kur kundërshtari ja del të të bëjt të turprohesh për të kaluarën tënde, aje ka fituar luftën. Po, është një betejë. Dhe këtë ja ka dalë lëvizja vetëvendosje ta bëj në kokat e kryesisë së LDK-s. Që të turprohen për qeverisjet paraprake, në të cilat kanë bashkëqeverisur edhe me PDK-n. Unë mendoj që kanë plot argumente që të krenohen e jo të turprohen, po kjo është çështje që nuk u jap dot guximin për këtë gjë, duhet ta kenë vetë. Edhe është muhabet i gjatë, po kisha dashur një mendim edhe prej Baraleut në lidhje me këtë ndarjen që po portretizohet sikurse grupi i VV-s dhe i PDK-s brenda LDK-s. A qëndron një gjë e tillë zoti Baraleu? Shiko, Dran, se po më kthehet pak zëri, po mundon me te kalu.
Azemin cilin po ashtu përshëndes dhe një virtualisht, kemi diskutuar shumë gjatë, ma ka pas dërgu librin e pare, kam pas lexu e që më e respektoj. Ka godit goxha fort, sepse ti e ke thonë një mendim pa lidhje në Facebook, se po përzihen njerëz që është partive politike. Tash nuk du me hap një temë filozofikisht shumë më të thellë, po mendoj që fundamentalisht partitë politike janë antidemokratike, janë gati njerëzore, sepse janë grupet e interesave që synojnë dhe punojnë për t'i përmbushur interesat e grupit të ngushtë. Pra, diametralisht me interesat e popullit ose të masës më të gjerë të cilën ata mëtojnë ta udhëheqin në një sistem, le të themi, pluralist. Pra, jo vetëm një sistem monist, po një sistem pluralist, unë për shembull me dëshirë maksimale i kisha eliminu si jo ligjore partitë politike, nuk kisha leju me ekzistu fare. Brenda suazave të demokracisë përfaqësuese që e kemi në Kosovë, e që lejohet një përfaqësim i tillë interesave grupore siç është LDK-ja, atëherë mendimin si apartiak, unë dhe Azemi gjithë të tjerët, kryesisht le të themi për perspektivës, unë jap mendimin mbi interesat e kombit ose të shtetit. Nga kjo perspektivë e kritikoj ose sugjeroj çka do që bëj për rreth një partie politike. Pajtohem edhe me atë që tha Azemi që Bedri Hamza është një dështak tjetër serik që është po kaq, le të themi, dështak serik, nuk është kur falgju e rënd, kjo ka dështu disa herë në zgjedhje, apo jo mënyrë seriale. Gjërat është epitet pak i vrasht, kisha me thonë. Okej, në rregull. Tash, çka mendoj unë për interesave nacionale ose për interesave edhe shtetërore edhe kombëtare shqiptare, LDK-ja është mirë të shuhet fare, të zhbëhet, sepse ka fillu keq, sipas gjitha gjasa ka fillu me direktiva direkt nga UDB-ja, nuk po hyn atë histori, po e dim që Recep Shosja s'ka pranuar me u bë kryetari i saj, është bërë Ibrahim Rugova dhe i dim gjitha dëmet që ja ka bërë Ibrahim Rugova Kosovës si në vitin 90, si në vitin 99. Kjo pastaj është një temë tjetër kontroversale. Po, dhe gjithsesi le ta themi që është interpretimi i juti, sepse unë personalisht nuk i ndajt një atë bindje dhe... Ja, po, tamam puna me nda bindjet me mut, njësoj ti s'ke nevojë më thirr fare në emision, apo jo? Do të thonë unë kur flas mund të them unë mendoj, po zakonisht nën kuptohet që ky është mendimi im që është goxha diametral me shumicën e njerëzve që për fat keq e kanë votuar LDK-n dhe Ibrahim Rugovën në masë të madhe. Po mos dalimi të Rugova. Po shtikos, pe kësaj perspektive nuk kam komentu asgjë para kuvendit të LDK-s. Të më asnjë koment Facebook nuk kam dhënë, as në ndonjë emision, pas që është kry kuvendi, e kam dhënë një, le të themi, ka bërë një shkrim të shkurtër të ironisë që ekziston brenda LDK-s. Lumir Abdigjiku sot menzi ka arrit me marrë dikun 48% të deputetëve që i ka brenda, të delegatëve që i ka brenda partisë, që i bie që prafërsisht i ka 8% të votave të Kosovës, hyn negociata me Albin Kurtin dhe VV-n që i kanë 48%. Domethënë nuk ka si me shku ma poshtë LDK-ja. Kjo çështja jo një grupi PDK-s, jo një grupi interesave të veta, këto janë hajgare. Me të vërtetë janë hajgare, po çfarë grupi PDK-s brenda LDK-s? Kjo është narracion që e ka kriju kryekput Kurti dhe gjithë VV-ja pas tij. Domethënë është narracioni i gjenave, që në Kosovë ekziston vetvendosja dhe të gjithë kundër vetvendosjes. Unë jam kundër politikave të Albin Kurti, siç e dini mirë, në shumë drejtime, jam kundër dështimeve që i ka pas eklatante në 4 vitet e fundit, ose 6 vitet e fundit, ose 7 vitet e fundit, në fundit 2019 e ka marrë qeverisjen. Domethënë, natyrisht që jam i ashpër ndaj dështimeve të thella të lëvizjes vetvendosje, por në njëjtën kohë nuk jam në asnjë, le të themi, në asnjë milimetër në përputhje me opozitën. Pra, narracioni i Kurtit është që kush është kundër neve janë bashkë. Prandaj edhe ky narracioni është që ata në LDK që kanë qenë kundër vetvendosjes dhe kundër Albin Kurtit janë me PDK-n. Kur e dim shumë qartë që le të themi hendeku më i madh ideologjik dhe praktik mes dy partive politike është ai mes LDK-s dhe PDK-s. Ndërsa ky hendek është vetëm sintetik mes vetvendosjes dhe PDK-s. Sepse në parim vetvendosja dhe PDK janë shumë më afër njëra tjetrit. Domethënë është çështje personalitetesh dhe personazhesh pse vetvendosja dhe PDK nuk mund të bëjnë bashkë. Më shumë të fillon prej natëve të Albin Kurtit dhe raporteve personale që ai ka krijuar në antagonizëm e thashën të tjerë. Pra, ekziston
pro PDK grupi brenda VV-s që është në masë të madhe, por jo në LDK. Ky është mendimi im. Baraleu, e kam edhe një çështje me cilën do ta nis diskutimin me zotin Deleu, e që është nëse jo Abdigjiku, kush në vend të tij, përgjigje që në një farë mënyrë zoti Deleu nuk i ka jap përgjigje as ky grupi i paknaqurve. Është fol disa herë për përparim Ramën si një rival potencial, i cili ndonë se u konfirmon pak a shumë këto përplasjet me Abdigjikun, nuk dha sinjale që ka interesim e marë partin, e ndërkohë deri vonë ai as nuk është dalë në publik ose nuk ka thonë që është antar zyrtarisht i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Çka nëse LDK-ja e kish shkarku dje Abdigjikun, kush në vend të tij? Do të ndodhte një proces i cili është shumë normal, po ne nuk është diskutuar për atë gjë sepse si jemi aty dhe s'kemi qenë aty. Çështja është shumë më e thjeshtë se kaq. Ajo që e thatë ju është në fakt një formë e interpretimit që ja kanë dhënë edhe përkrasit e Abdigjikut, që këta po kërkojnë të rrëzojnë dikë pa një propozim konkret se kush do ta marrë udhëheqjen e partisë. Si shim në atë moment? Kishte një bazë të delegatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe duke u bazu në rezultatin zgjedhor, mund të them që kishte edhe një bazë votuesish, të cilët nuk ishin më të bindur në udhëheqjen e Abdigjikut. Dhe hapi i parë ishte shkarkimi i tij. Shkarkimi i kryetarit si akt në vetvete nuk nënkupton automatikisht zëvendësimin dhe alternativen. Ajo lind nga proceset që vinë pas shkarkimit, ku njerëzit mund të shfaqin ambicie dhe projektet e tyre për ta drejtuar një parti politike. Po ju personalisht, a shihni si opsion të mundshëm për parim Ramën si kryetar të LDK-s? Kjo është natyrisht është së pari çështje e antarëve e delegatëve të LDK-s, po unë personalisht po, për shkak të përplasjeve të magnitudës përtej Prishtinës që ai ka pas me lëvizjen vetvendosje. Por kjo është prap orientimore, sepse një shkuarje e tillë drejt një kandidati të tillë do të nënkuptonte që LDK-ja pajtohet që e ka thelluar hendekun dhe s'ka bashkëpunim me lëvizjen vetvendosje. Po të shkonte me një opsion të tillë, ai nuk e besoj që do të shkriheshin hendecet e thella që janë mes tyre dhe të bashkëpunojë me lëvizjen vetvendosje. Prandaj e thash që në fillim, kjo që ka ndodhur në kuvendin e LDK-s është fitore për vetvendosjen. Jo se njerëzit janë vetvendosje përsej, se unë s'po e bëj atë akuzë, por sepse Albin Kurti me komoditet i vazhdon negociatat me disa njerëz që kanë gjithçka për të humbur e asgjë për të fituar. Zoti Baraleu, a sheni tash nga kjo që thot zoti Deleu edhe nga ajo që keni analizuar dhe jo, a sheni mundësi të një koalicionit mundshëm vetvendosje LDK që njerit do t'jap të vendin edhe presidentin dhe përfundimisht do t'jap të epilog këtij ngërçit tashmë disa mujor institucional? Nëse më lejon shkotran në përgjigj në pyetje paraprake që ja bëna Azemi. Po, mundet. Unë nuk e shoh përparim Ramën si një zgjedhje ose zgjidhje që LDK-n, nëse mund ta vëmë veten hipotetikisht në pozicionin ku i shikojnë interesat e LDK-s, nuk mendoj që zgjidhja do të ishte përparim Rama. Në fakt, unë mendoj që një zgjidhje më radikale do të ishte zgjidhja, mendoj që kjo person do të ishte Ermal Sadiku. Nëse po flet LDK-ja për një rifreskim të një mend ku i të ka lënë dimensionet e ngushtuara të cilën e ka sjell vetveten, dimensionet të cilën LDK-n e kanë sot 90% padyshim, 10% ose 11% padyshim, atëherë duhet hapet për një kast të re të elektoratit. Në nivel elektoral, përparim Rama po mund të arreste LDK-n pak a shumë me një letimi nxitje të votës aktiviste brenda LDK-s, mirë po kjo prapë sjell ndoshta të 18-19%. Nëse po flasim për një ringjallje të LDK-s, ajo duhet të rishëndrohet në një parti të re, le të themi me ideologji djathtiste ku e ka aty nga qendra e djathtë ku do që është. Dhe mendoj që Ermal Sadiku do të ishte zgjedhja dur, pas kësaj do mendoja dikën si Doarsa Kica, ndoshta Hikmeti Bajrami, mirë po gjithsesi duke arritur një konsensus mes dy palëve kundërshtare. A nuk ka eksperiment pak me ju dorëzu partia më e vjetër në vend, disa figura o politike që megjithatë janë treja në politikë, mbasi nuk e kanë edhe përvojën e dur,
pavarësisht që unë kam respekt edhe për zënin Kica dhe zotin Sadiku. Jo, shiko, është diçka esenciale këtu. Partia me vjetër është pashtu partia me vogël, nëse mund të preashtojmë aleancën e cila është ma tepër një parti grupore. Pra, si parti shtetërore ose nacionale brenda kufive të Kosovës, LDK nuk është me partia me vjetër, është partia me vjetër që është ndarë dhe përqartë disa herë, që ka një elektorat për rreth 10%. Nëse synon vërtet bët konkurent skenën politike me PDK-n dhe vetë vendosin që janë parti me gjithatë stabile, atër do të tregoj që është e hapur për elektorat të ri. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, sepse në qershor nuk më kujtohet a ka matur, më pak se 5.5% e votës 18 dhe 25 e kanë votuar LDK-n. Do më është një parti që si dhe rreth pragut, përveç nëse ndryshon qasje, ndryshon qëndrim edhe ndryshon orientim sa i përket elektoratit që do me sjell brenda. Ky elektorat nuk vjen të figurat e vjetra të LDK-s. Për shkak kufizimit kohër, ma jap edhe një opinion në lidhje me që ju pyeta për një koalicion të mundshëm. Mendoj se edhe një mënyrë me dal nga gërshi është një koalicion i gjerë LDK, PDK, VV, ku LDK, VV mund ta marrin qeverinë dhe PDK-s t'i ofrohet mundësia për të pasur influencë më të thellë në zgjedhjen e presidentit të vendit. Për shembull, unë do të thoja kështu diçka. Kurti mund të thotë që bëjmë qeverinë me LDK-n, merren vesh 3-4 ministri ato pazaret e zakonshme që i ka Kurti me 3-4 parti brenda po ashtu, edhe thotë PDK-s, ju propozoni 3 kandidat të cilët do të jenë të pranueshëm për ne kemi veto. Le të themi ju propozoni 10, ne zgjedhim 3, pastaj dalin 2 dhe votojnë. Do të bëhet diçka e tillë, do të ketë një kandidat për president që konsensual, për ndryshe, po, zoti Abdixhiku do bëjë gjithçka që mos shkojë zgjedhje, sepse zgjedhjet janë fundi i tij permanent dhe i menjëhershëm. Mirë po pa PDK-n nuk ka zgjidhje të situatës, sepse nuk mund të arrijnë 80 vota. Domethënë është shumë fragjile vota e LDK-s për të bazuar të gjithë deputetët. Kështu mendoj. Baralio, të falenderoj shumë që gjetët kohën për më u bashkangjit në frontalin e ditës sotme. Sigurisht do kemi mundësi edhe herë të tjera për të bisedu bashk për çështje edhe të tjera. Faleminderit, ju përshëndes. Ndërkohë, Azem, po vazhdojmë edhe për minutat e mbetur bisedën, do doja domthonë një mendim në lidhje me të ardhmen e LDK-s në 2 verzionet, edhe nëse vjen mbetet në pozitë, po edhe nëse do ta shohim në pushtet pas një kohë gjatë. Besoj që ardhmja e LDK-s pas asaj që ndodhi dje nuk është më si parti opozitare. Me dëshirën e saj, po unë me sa di Kurti nuk i ka këto vizione. LDK-ja miratoi dje një deklarat e cila për mua ishte krejt e çuditshme, e cila stipulon të ndër të tjera që grupi parlamentar të gjitha mospajtime duhet të diskutoj vetëm brenda, ndërkaq duhet të në veprim politik publik të jetë njëjtë dhe të nënshtrohet diktatit partisë në një farforme. Kjo është krejtësisht ademokratike për një parti që vazhdimisht në thotë që është partia më demokratike dhe nuk ka kuptim as në sensin kushtetues, me qenë se mandati i deputetit është mandat i lirë. Po, është pak në kundërshti, thënë drejten. Po, pa dyshim që është në kundërshti. Plus kësaj, LDK-ja asnjëherë nuk i ka dënuar kundërshtit edhe deputetet individual që kanë votu. Madje ata janë rrit në emër të kundërshtisë që kanë posë, Rafi Osmani. Dhe s'ka kuptim që sot instalohet diçka e tillë, është edhe kundër logjike, po ajo është me gjithatë çështje e tyre. Ajo që parashikoj une dhe e bëj këtë jo si Baraliu i cili mendon që është një parti që duhet zhduket, unë mendoj që është një aset politik, të paktën për elektoratin e vetë dhe përfaqëson disa rrjedhoja historike që janë shumë të rëndësishme në Kosovë. Mendoj që ajo që parashikoj, duke e njohur këtë historik, ajo që parashikoj është shumë e trisht për LDK-n. Qa i bie kjo? Kjo i bie që ata potencialisht mund të futen në një koalicion me Kurtin, potencialisht mund të futen,
por nuk i duhen. Nuk i duhet LDK-s? Nuk i duhet as kurtit. Ata do të rrinë aty, dhe kjo është parashikim, mbaje mend është fjalë publike. Ata do të rrinë aty derisa të zgjidhet presidenti. Në atë moment që kryhet zgjedhja e presidentit, nëse arrin ta bëjnë dhe ta bëjnë unik grupin e vet parlamentar, nuk e besoj këtë gjë, po do ta trajtojmë edhe këtë opsion. Në rast se vetëvendosja ja del me LDK-n tashmë të shtrirë për toke, ta zgjedh një president të pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje, Albin Kurti do t'i shkarkoj. Siç ka bërë herën e parë. Siç ka bërë herën e parë, ai ka pas 26% herën e parë dhe ka hyrë all in me gjuhë të pokerit. Dhe i ka dalë mirë nëse shohim elektoralisht. Dhe i ka dalë mirë. Pra, unë këtë parashikoj duke analizuar pozicionet që kanë pas dhe reagimet që kanë pas partitë politike. Ajo çka nuk është e qartë është pozicionimi i PDK-s, të cilët tani, nëse LDK-ja shkon në një koalicion me lëvizjen vetëvendosje, e kanë një moment ideal të rigrupimit, të pozicionimit fuqishëm opozitor dhe së këndejmit rritjes. As kjo nuk bëhet me këtë kryetar që e kanë, po është çështje që duhet diskutuar në vazhdimsi. Fatkeqësisht nuk parashikoj rrjedhime të mira për LDK-n. Ata me sa duket besojnë që duke hyrë në koalicion me Kurtin mund të luftojnë për të njëjtin bazen votuesish, të cilët urrejtja paraprake ndaj partive të ashtu quajtura të dalë nga lufta, krahut luftës. Ajo urrejtje, ai mllef i ka quar nga vota për LDK-n te vota për lëvizjen vetëvendosje, po nuk besoj që LDK-ja mund të konkuroj me votuesin që tashmë është i vetëvendosjes, duke qeverisur me vetëvendosjen. Aq më pak duke pranu barometrin peshorën patriotike që e ka vendosur Albin Kurti. Në atë peshores, lideri opozitar nuk guxon mu matë. Jo, se nuk del mirë, sipas. Asnjëherë, edhe nëse del mirë sipas kritereve të pushtetit, si të dalë mirë. Po, nuk është benefit asaj. Pra, këtu ka qenë problemi, sepse lufta edhe partive tjera opozitare, po debati është për LDK-n, se edhe tjerat kanë të meta. Lufta, fatkeqësisht, nuk ka qenë që të thyhen pritshmëritë që në elektorati ka vendos vetëvendosja, po që të përshtatemi atyre pritshmërive. Dhe rezultati është ai që është. Me 7 shkurt, me 7 qershor, Albin Kurti do të humbiste, po të kishte kush me e mujt. Po, natyrisht. Është logjike kjo. Jo, s'është logjike, është problem i faktit që disponimi për të ra, po këtë se kapitalizoj askush. Po dhe nëse rezultati i daljes në zgjedhje do ishte pak a shumë, sikurse herën e fundit, dhe partitë e ngelnin pak a shumë në shifrat e njëjta, prap nuk do të mund të themi që e kishin mujt. Po sepse opozita s'kishte figura që mobilizojnë elektorat, apo jo? Sipas teje, se nuk nga pozicioni që jam... Absolutisht, vetëm sipas meje, unë vetë të mendimet e mia përfaqësoj. Për shkak të kohës kufizuar na duhet ta ndërpresim bisedën duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, e di që do të mund diskutonim edhe më gjatë, po besoj edhe do një herë tjetër, qoftë me mua, qoftë me arsimin. Ndërkohë, shikues të nderuar, deri t'ju njoftoj pa përmbyllur frontalin për sot që gjatë kësaj dite kemi bërë përpjekje për të ftuar në studio ose për të pasur edhe me lidhje direkte përfaqësues të shumë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me që po flasim për ta, për konventin e tyre, por me arsye nga më të ndryshmet, me arsye të qëndrueshme të paqëndrueshme. Ata nuk kanë shpreh gatishmëri të jenë sot në studio, ndërkohë që nga këtu i ftoj, jo vetëm në emrin e emisionit frontal, por të gjithë televizionit, që të jenë me bashkëpunues dhe të paktën edhe në mos bashkëpunimin e tyre të kenë sjellje më korrekte me gazetarët, sepse fundja gazetarët dhe mediat janë hapësira e tyre dhe nuk janë as oponent politik, as nuk janë në garë me ta. Sido që tjetë, unë ju falenderoj që sot në ndoqët dhe ju ftoj që ndroni akoma më të shtatë, shihemi javën e ardhshme.